Përndryshe ju kallzova që në studio do ta kem Vali Kuçi. Morning. Mirëmëngjes Vali, mirëmëngjes. Atë kena shu herët, as gjosh çdo ditë herët. A di që e kam një rregull që duna mi bot 8 orë gjumë. Okay. Edhe varet kur të flaj, më flajnë 12, çona në 8, më flajnë 4, çona në 12. Kështu që veç ajo ka rëndësi. 8 orë gjumë i plotson, do e mush normën. Po. Varet tash pi punëve, pi nermrrihet ma gat. Domethënë interesant kjo strategji për më pëlqen. Veç çat rregull e kam. Kështu se kam fikse. Dje kam flajt ka një qashtu. Po. Edhe u qova si pas nga bot 8, po 7 bilen, 8 u qova. Ani, po në 7 nuk bën hiç. Në 7, po edhe thonë qashtu. Është gjumi faktori kryesor i energjisë, i trupit, i mendjes, i gjithë shkafit. Përndryshe Vali është njëri prej superstarëve të qytetit ton. Aj. Po normalisht. Po se snihet kërkosh superstar në gjithë qytet çato. Sepse vetë qyteti është i superstarëve. Po. Qyteti kretjen superstar. E shef Vala, po thotë mirëmëngjesi e shef, mirëmëngjesi gjithëve. Përndryshe Vali është për shumë vjet në skenën ton, në skenën jo vetëm ekrani televiziv, po edhe në koncerte live, edhe në bile ka pas marrë pjesën në teatr me një super rol të lezetshëm me Aladinin, me llampën magjike Aladinit, e ka luajtur rolin e Aladinit. Por sa rroj, shumë bukur ka realizuar, shumë bukur doke tamam si Aladini. Bile mpatardh keq që nuk nuk dësha me ja imponu, po pritësha prej këtij me thonë du më shku në fakultet të arteve, du më bë aktor, me nxi pritësha me dal mase me ushtru bashk. Një muj me ushtru, me shku atje me ti mardhi krejt profesorat. Se vazhdove? Jo, se vazhdova, po gjithmonë jëm një falenderus që atë kohë kur ti e ki pas kriju shfaqjen. Jëm një falenderus se jëm kohë një vetëmi aktor jo profesionist, jëm kohë një vetëmi amator, edhe dyqysh më doke që pikini farë besimi që pa qëti më një shumë mirë. Po normal. Shumë. Po ku mos me pas besim, ti je shumë i talentuar, Vali, edhe je shumë i pashëm, edhe je i ki krejt përmasat, edhe i ki krejt gjanat për me qenë në skenë. Por as unë lëshova një kong para 9 viteve. Po. Qyshe pa titullin se harrova? Që ajo ke kush humbi më shumë. Kush humbi më shumë. Po, ko një periudhë që mersha pjesë në Top Fest, një 3-4 vjet, po, çdo vit mersha pjesë edhe i eksperimentojsha edhe zhanret, masi është një platformë që më isha mi boq ato. Edhe që ajo kom pak ma etno, kështu folk, pop, e kom pas bo me këta, s'po kujtohet emri, po është antar i bendit Marigona, gitaristi. S'po më kujtohet as mua emri, po bashkë keni patet bua. Po, ai ma ka pas bot si kon. Mandej dikur veç u largove pakës prej paraqitjeve skenike, po me siguri asnjëherë nuk je largu prej muzikës. Jo. Nuk diskutohet ajo. Jo, prej muzikës jam largu asnjëherë, edhe është haloj vetëm zanat që e bëj edhe që dimi bo, mendoj. Po ma shumë diqysh është punë edhe qefi, mu pa të ndërprej qaja dëshira se shumë i vogël të u marrë me muzikë, në ekran edhe me publikun, edhe diqysh u pa ta ngop, edhe më pëlqejke një periudhë me nejt pak mrapa skenës, u pa ta fokusu ma shumë në muzikë, në kompozim, edhe i kompasi muzikës klasike, kogja si thellë, se ka shumë material për me mësu aty dhe mu thellu. Edhe masne më pëlqejke muzika filmit, muzika për teatr, kom shkru dhe për teatr muzikë, edhe qëto, në përgjithësi në konë senet që jë marë, po tash është punë qefi edhe mu ka kthy shumë kjo dëshira me performu edhe me kënu, kështu që u frymzova, e bona një album gati, e kom shkru krejt vet, e kom produce vet, komplet krejt edhe tekstet edhe krejt. Edhe tash përpres mi promovu, mi lansu. Do më thonë është një punë kogja artistike. Po. Ka marrë kohë, Vali? Zhanri është pop, nuk është shumë artistike, do më thonë është i thjesht edhe i let, edhe mendoj që është i kapshëm për njerëzit, edhe mi gjetë vetën tekste, edhe me plan me njëherë, unë dëgjova kongën disa herë. Ma mërmenja që po. Plan me njëherë. Shpresoj që po. Unë kam një farë
për kongën ku ta dëgjoj, thom nëse e dëgjoj për një herë, edhe jam gjendi me fishlu pak, thom e di që është diçka që të metë në kry. Okay. Për shembull, çka ngon? Varësisht prej çush ndjena. Okay. Për shembull, unë i kam dëshirat muzikore, i kam prej emocionave. Çush ndjena gjatë ditës. Ngoj këtë lloje të muzikës. Po, sidomos muzikën shqipe, të mirë fillt, ato domethënë i kam varësisht ku jam të shku çush ndjena, i ngoj këtë llojet e kongëve. Shumë mirë valla, mos më pas paragjykime në muzikë. Patjetër. Kuptohet këto shka janë që s'mujnë me mri dejtë unë ato jo. Ato s'mujnë me mri vetë dejtë unë, se jo pëse unë s'domingu. S'dalin në suggested. I kom dyrt e hapne, por nëse ato vetë së mrin atër me zërë së për më zhurë më hapë. S'kom shka me bo. Vali, do më thonë, momenti personal dhe artistik të dyjat për njëherë o bashkun edhe dhezi diçka për më këtë në skenë. Po, tash e vërteta është që edhe më ka lind frymëzimi, se unë kam një fat që edhe motra mirët me muzikë. Po, Ylken e përshëndesim shumë. Po, e përshëndesim shumë. Edhe tu nejt me to, tu shku në për evente që performon Ylka, edhe dyqysh më ka lind dëshira, më ka ringjall që ai qef me performu me Knu. Edhe me ka pak insistim të lezetshëm, a dim pse s'po ja nis, hajde. Edhe paka shumë ka rjetë shtu natyrshëm. Shumë mirë, po më pëlqen shumë. Edhe realisht skena muzikore aktuale, gjithmonë skena muzikore ka nevojë për njerëz krijues, po aktualisht jemi pakës në krizë për krijime të reja, për krijuesri, për artistri. Për shembull na shohim shumë këngëtar, të cilët pothuajse çdo natë janë në për muzika, por nuk e kanë asnjë këngë të vetën. Zero këngë të vetën. Edhe për shembull ka raste kur gjeneratat e reja, 17, 18, kur dalin, ngojnë këngë që kanë ngu babat gjyshat e vet. Njëjtin kafish na shtan. Edhe pse mos me trajtu veshin ata, me ushqy me këngë të reja, të kompozuar me tekste të reja, nuk do të thonë tash sidomos këta rockerat i kanë gjyshi vet që kanë ngojnë edhe vet, po. Kështu që po besoj që është kena nevojë për e vërtet, tash ka njerë ndikimi shumë i madh dhe varet edhe që rrisim fëmit, kena qef mi bosi vetën, edhe presioni i madh është mi a kallëzu të mirën e të keqen që është na i vlerësojmë që janë, që kjo është e mirë edhe që shtu du të më konë, veç kjo është e mirë. Nëse një solo u bo para 30-40 vjetëve Led Zeppelinave, tash veç ajo është e mirë, po tash muzika evolon, instrumentet evolojnë. Duhet me tentu me kriju, mu bo sa ma shumë. Tash janë instrumentet elektronike, janë sintat, ato nuk është që s'janë instrument, ato kanë nisi imitimi disa soundave original instrumenteve, po dhe ato tash e kanë punën e vetë dhe kanë originalitet. Puna e kësaj që nuk përka shumë prurje, nashta është një farë krize për momentin muzikë, sipas meje, mendoj që është për shkak që jena fokusu shumë, artistat biga tash janë fokusu shumë të aspekti i biznesit të muzikës. Është komercializu shumë. Është komercializu dhe është shumë mirë që komercializohet, se jena me një epokë që nuk muj me mbientu pa komercializu punë tonë, po që, si më thonë, me mujtë me a gjetë një mes, me alon 30% në është komercializim ose biznes, pjesën tjetër halo më fokusu në muzikë. Shan shumica nuk performojnë live. Me bo kuantitet, për do më thonë, po edhe me bo dhe kualitet. Edhe kualitet, po. Sikur se vetë Hollywoodi, për shembull, ai bën 100 filma, po një 10 i bën që s'mundot të autori i bën ata. Po, e tjerë i bën me thith. Fix shembullit. Po. Shky edhe në muzikë është. Definitivisht. Jo me ratash aty edhe me s'mos zhupi aty me të përfshila këmia. Po, bash. Që ajo dhe se tash i kanë mësu algoritmet e këto, kretë pidimi na me një farë epoke që informacioni është që aty, mund është mi gjetë shumë shpejt, mund është mi gjetë stilat që është marrë dhe të rici ma i madhë, me të pa njerëzit ma shumë, me bo klikime, mi pas target qëto nejat, diskotekat, klubet,
Ama mu për mendimin tam lezet është edhe me bo muzikë kështu, me bo në herë edhe me band, edhe nëse s'është band, le tjetë edhe me muzikë kështu elektronike edhe akustike, po mi knubre, mi përjetu që ato mës t'jem perfekte, ose mës t'fokusohet dhe të pamja, ose hiç s'ka lidhje. Gabimet janë për njerëz. Po, fiks. Vali, për më intereson, sa ndryshëm je sot, krahasu me kohën kur ti vendosë mu të rek pakës prej. Se di, nashta po, se besoj kom ndru, jom pjek tash ma shumë, nuk jom qatë që i ngutshëm në veprime edhe në vendime që i marë. Po kështu qaj shpirt është, qatë hiperaktivitet, si më thonë, në thojzat mrendshëm e kom hala, edhe qysh hala e ndjej vetën edhe shoh vetën si atëherë. Në shpirt kështu. Po normalisht edhe je i ri edhe në shpirt edhe në këtë aspektet. Po dalim pak te albumi i ri. Albumi i ri, po më intereson Vali ideja, ç'është lindi ideja për albumin, apo është një frymëzim kryesor i cili fshihet prapa albumit të ri. Frymëzimi kryesor nuk e di a ka një, ka ardhë si një burim i frymëzimit që e kumbo komplet për disa muj me tekste edhe me këngë. A din kur t'kap ka një valë frymëzimit që nuk e din as vetë viç ki nevoj mi nxerr dikon, mi shpreh, një akumullim i madh. Fiks. E nëse kishim thonë albumin, nëse kishim titulluar me një fjalë, cila kish më qenë që ja fjalë? Mi emërtu me një fjalë. A din dhe sa ku marrë të titulli i albumit, i kom ndru një 5 tituj, edhe mendoj që çky i fundit që ka met thjesht, sa albumi e ka emrin thjesht, mendoj që çajo e përkufizon këtë albumin. Nuk ju mundu shumë me egzagjeru senet, as në tekste, as në instrumente. Jo mundu tu e pa këtë kohën mendën teme një band që nesër mas nesër mundet mi lujt çato, edhe unë mi knu, mi performu. Që kjo u konë synimi që e kumë pasun në kry. A është një kongë aty ma personale për ty? Cila është? Do të me qenë një kongë pak ma personale? Kretë janë personale, dyqysh nuk mujmë na mu shkëput prej seneve që i përjetojmë dhe që i nim, ma mërmenja, veç nëse shkrujmë për dikon tjetër, po dhe kur shkrujmë për dikon tjetër, ka dishka copza tona që aty. Po. Pa jam i frymëzum në shtatë prej dashnis që kam, prej lidhjes që kam, prej seneve që i përjetoj, ka njerë do sene edhe një farqëllimi u konë që sene që janë shumë të thella, që i përjetojmë me shumë emocione, me mujtë mi përkthy me fjalë të thjeshta, që është synimi që e kam unë kote fundit, më mënu do sene që nuk shpjegohen kështu le, du të mi marë në shta ore, ditë mi shpjegu, me filozofu, mi shpjegu letë. Mi shpjegu me 2-3 fjalë që nështë në fillim t'inglojnë si një puzzle kështu, po kur i ngon disa herë e gjen mrena 2-3 fjalëve e gjen një përjetim kështu, si një piktur që e shohim adin, që folë shumë po kënej vit qaj efekti të parës në rrim. E kemi këtë but. But, po. But. But është njona prej kongëve cila ka dalë edhe në YouTube. Do më thonë, sa kongë janë gjithsej në album, sa kongë do t'jenë 7. Po, albumi ka 7. Për mendin e kemi këto vetëm një. Një ka dalë me videoklip, ja kum lon hapsinën dhe të premten për me mujt njerëzit mi pa, më ambientu me soundin e ri temin. Edhe të premten del albumi thjesht me 6 kongë tjera, del në Spotify njëherë, mas ne del edhe në YouTube. Zef Shkorreti na thot mirë mëngjesi, ju dëshiroj një ditë mbar. Faleminderit shumë Zef, mirë mëngjesi gjithë që jeni çuç tash. Atëherë ta lëshojmë që të kongë me videoklip, e qesim edhe në transmetim, edhe dëgjojmë të gjithë së bashku. Fidan? Faleminderit. Apa vetën e veti, apa
sytë e mi e ti, apo vetëm në një tokë, një mrekulli, dhe i numroj vitet, dhe në hap të dhimbjes, numroj vetën time, apas, dhe ti përshpërisje, dhe kur djeli i flinte, erdhe vetëm ti. Dhe i numroj vite, dhe në hap të dhimbjes, numroj vetën time, dhe ti përshpërisje, dhe kur djeli i flinte, erdhe vetëm ti. Mbyllet porta e mërzis, qelet drita e dashnis, edhe shoh si frika shtuket. Apa vetën erdhe ti, apa sytë e mi e ti, apa vetën në një tokë, një mrekulli, dhe i numroj vitet, dhe në hap të dhimbjes, numroj vetën time, apas, dhe ti përshpërisje, dhe kur djeli i flinte, erdhe vetëm ti. Dhe i numroj vite, dhe në hap të dhimbjes, numroj vetën time, dhe ti përshpërisje, dhe kur djeli i flinte, erdhe vetëm ti. Vali komplimente shumë edhe për realizimin, edhe për këngën, edhe për interpretimin, edhe për qëndrimin, për krejt. Pëlqej shumë. Shumë faleminderit. Shumë pëlqej dhe po besoj që edhe tjera do t'jenë po kaq të mira. Edhe Thank you. po më intereson, po më duket që edhe me stil je pak më ndryshe. Apo? Po, edhe me stil je pak më ndryshe, po më duket që je si me qenë në një zhanër tri për doket, po jo zhanër veç të këndimit, po zhanër komplet të interpretimit apo të emocionit që për na dhuron. Nuk u kon qaj qëllimi nështë primar për me arë ndryshe, se kum nis për me arë ndryshe, po ka rjedhë qashtu, edhe për më vjen mirë që të ep qatë ndjesi. Do më thonë, a ndryshon albumi prej punëve të kalune nuk ndryshon diçka, do më thonë? Prej punëve kështu që kom kënu në pop. Po më nëj qasja ndryshe, tash a shë vetën pak si ma të pjekun, ma mërmenja që po. Edhe shijet tash kanë ndru, edhe referencat e artistave që i ngojmë tash kanë ndru, kështu që qajo është frymëzimin përgjithësi kanë ndru, edhe normal tash edhe performanca do këtë ndryshe, po qajo është rreth popit. Rreth muzikës pop. Po më intereson, a ka me pas bashkëpunime në album a jo? Jo, të kjo jo. Te kjo jo. Jo, kjo si për shfaqje prezantimi vetës, si një farik rikthime premiere, edhe normal jam i hapën. Po kjo është vetëm fillimi, do më thonë, unë e kom plan me punu ala, shumë e ma shumë, edhe pse jo bashkëpunimet ku më marë. Perfekt. Do më thonë priten bashkëpunime në të ardhmen me artistë të ndryshëm. 100%, po. Pjesëmarrje në festivale me siguri tash. Edhe ato po më shkojnë në man. Po. Tash i kemi 2 festivale. Tash sa po marroj kjo festivali i radio televizionit të Kosovës. Po, edhe kanë kriju një farë produksioni shumë të mirë, më pëlqej teknikisht bile tingëllëke shumë mirë, Florenti aty po. Florenti po, maestro. Edhe në Shqipni më pëlqen shumë ky i fund vitit. Tash vitin tjetër pse jo. Nëse kam ndonjë material të mirë. Me shumë qef. Apo doke që kine e lloj presioni në vetveten se tash qysh po presin publiku çapo duket. A jetu i boka pak presion vetit ajo? Ç'kjo është ona e mirë, presioni edhe të vyn ka një herë, se nuk lën rahat të nxit, po është një farë anxiety i lezetshëm që të vyn, po ona tjetër është se tash
pak kena kriju përvojë edhe jena pjek ndosen edhe nuk është që jalojmë komplet qasaj pritshmërisë të tjerëve. Është mu tash m'doket që më shumë është prej smendshmi jashtë. Edhe njerëz të vrejnë edhe e shohin që ato ku ti e ki seriozisht edhe e bën me pasion edhe me shumë dëshirë, ma merr mendja që edhe tjerë të pranojnë që ashtu, që është ti njihesh. Do me thonë, kjo është këtë një nxitje artistike, do me thonë, këtë është një nxitje artistike. E vali e dim që një kohë pa të jetu dhe në Tiranë, apo mdoket, gjatë një periudhe të edukimit. Edhe të edukimit, edhe për momentin jam rezident në Tiranë, po tash jam ma shumë lëvizjen mes Tiranës, Gjakovës, Prishtinës. Fatmirësisht i kemi rrugë të mira tash edhe ka motelashe. E vërtet, për 2 orë gjys vjen. Edhe zakonisht pëlqen me u thu natën, se që ajo dita edhe në Tiranë është kaos shumë i madh, kështu ekstrem. Do me thonë në mes Tiranës, Gjakovës, Prishtinës. Rezident jam atje, edhe me letra kështu, me e përfundova atje. Atje kum pas marru ka kohë që kum kry Akademinë e Arteve. Po domethënë nuk vazhdon më diçka. Tash veç jetoj atje edhe kum pas një periudhë që edhe kum punu atje me teatr, me shfaqje, me disa seriale, filma që kum punu si kompozitor. Po. Po më intereson mesim pak të albumi veç është i gatshëm apo jo? Po, është i gatshëm, sot ma merr mendja që del në Spotify si ku njerëzit mundën mi bo pre-save. Po. Mi rujt për të premten mas ne del premiera edhe mujnë mi ngu krejt kongë që aty. Në rrjetet sociale kom mi lajmëru njerëzit patjetër edhe kush ka dëshirë, kush është kurioz mi ngu edhe mi pa muzikën që e bëj, janë të mirëseardhur. Nëse publiku vendos edhe zgjedh tash këta që përna dëgjojnë apo na shohin, nëse zgjedhin me marr albumin edhe thonë, po dhe me ngu veç një kongë, cilën ju kishe propozu, në thonë ngoni qëta ma ndë ngoni krejt albumin. Mu ma merr mendja që nëse hin mi ngu, kanë mi ngu deri në fund. Po nëse është një, e ka një kongë emnin Ishe vetëm ti. Ishe vetëm ti. Atëherë Ishe vetëm ti. O Dori, që Dori na pru një buk, pa pse më... Dilem qëtu. Vali na falë se ne na këtë live. Ej, a me kajt, a me hongër? Tu, ta kryt kajt në na? O zemën, e bandirë. Vali, Dori na bjen ushim shtut, e rëndohet ka njëherë, po shka me botash. E përshëndesim shumë. Vali, për më intereson, gjatë realizimit të kongëve, të albumit, me siguri kanë dëgjuar edhe këngë tjera. Kanë dëgjuar. A kina i preferencë për nai? Çfarë mendon për kolegët? A kina i këta të shqiptarët? Po, patjetër. Po, normal që janë frymëzuar shumë, edhe për këtyne që konsiderohen ma big, po edhe këtyne që janë ma alternativ. Mu gjën ka pëlqy Petrit Sarkaxhiu, edhe në band sa ka qenë të Jericho, po edhe si solo artist tash më pëlqen shumë. Po. Se e ndërlidh qatë gjendjen spirituale që ka, është shumë i pasur spiritualisht, edhe shpirtnisht, edhe gjithmonë e përcjell me një farë thjeshtësie që ty të shtin mi ngu edhe dyqysh të bën për veti. Ai gjithë më ka frymëzuar edhe metet, si më thonë. Big up. Po, për Petritin. Big up Petro. Edhe ky Petriti e ka një koncert mas nesër apo? Po. Premten e kam pallat këtu. Po. Me siguri do të jetë super spektakël. O Samir me qenë shqiptar, o hej, shollat prin e mara, për na thot Gjelal Katona. O Gjelal Katona apo mdovet? Po thot i shollat prin e mara. Faleminderit. Nga Gjelali është për momentin në Belgjik. Krejtëve. Edhe kujtim Gorani thot përshëndetje Edi nga Innsbrucku, më vjen shumë mirë që po e shoh prap të musafir përpara kur ishte më i vogël. Mu hedhke me jashkull faqet, Valit, ka qenë shumë i lezetshëm, me vjen mirë që po shoh prap. Si i rritur, a ke gjet një qik, po thot. Ju përshëndes kujtim Gorani, kujtimi gjithashtu është në diaspor. Tash Vali, a ke gjet një qik? Po, jam në lidhje. Mirë shumë. Edhe gjithashtu mirëmëngjes, ju përshëndes Edi, edhe musafirin shumë këngë të mira, respekt, ditë të mbar, na thot
Kedi nga Gjermania, faleminderit shumë, respekt këtë diasporës, edhe Shqipja ma herët na ka thonë mirëmëngjes Edi Miri për këtë mbara, Shqipja me lulet e veta. Faleminderit shumë Shqipja, faleminderit shumë të gjithëve. Vali, neve nëse na lojnë këtu na folim ton ditën. Kështu që falenderoj shumë që erdhe, edhe do më ditë çu ndjeve këtu në studion tonë. Pënina shumë mirë, edhe një farë ndjenje shumë të ngrohtë edhe aktive që ta jep ti gjithmonë. Edhe na jena goxha burzhli që ti jeton mas pari në Gjakov. Wow. Edhe që sa të sheh diçysh njëri frymëzohet, e sheh një njeri që ka një tempo të shpejt, shumë dinamike, edhe që të frymëzon këtë kohën. Kështu që thank you edhe ti. Shumë sukses. Shumë faleminderit. Ne jemi këtu gjithmonë për çka do të ki nevojë mediatikisht, jemi të gatshëm, po edhe personalisht. Shumë faleminderit. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzika. Ama mirë këtu, a atje.